Por është drejtoria e arsimit, mirë po i ka dhe kompetencat menaxhmenti i shkollës, pastaj është aty dhe këshilli drejtues i shkollës, i cili përbëhet nga mësimdhënësit, nga prindrit, nga njerëz përfaqësues të caktuar të vendit aty, po ashtu edhe nga nxënësit natyrisht. Tash si ka mundësi me kalu kjo? Kjo tregon problematika të thella në sistemin tonë arsimor. Që kjo gjykata, që ky rasti, që kësaj ligjërate që është mbajt në institucionin arsimor, në gjimnazin Xhavdet Duta në këtë rast. Pra, kjo tregon krizë të thellë intelektuale të menaxhmentit. Nuk guxon që është një shkarje. Kishte dhënë leje, sepse kështu tha edhe organizata që është një shkarje, kushdo që ka dhënë leje, që ka qenë aty. Kjo është një shkarje e madhe. Kjo tregon për probleme të thella. Pse mos të organizohet pra një ligjëratë, liria ka emër për me e mbrojt historinë tonë, për të lejohet një gjë e tillë, e cila ligjëratë ka vetëm qëllime propaganduese. Çka i duhet një fëmijë për me mësua atë për gjykatën speciale. Kjo është propagandë e hapur, sepse ata i kanë lënë të caktuara në të cilat mësohet, domethënë për rolin e drejtësisë për gjykatave. Pse propagandë? Çfarë propaganda është kështu. Gjykata speciale i konsideron domethënë krime, lufte, gjërat të cilat ata pretendojnë që janë bërë me dëshmi nga Serbia. Edhe këta vetë kanë pranuar këtë gjë. Serbia ka qenë agresori junë. Ne, pavarësinë e Kosovës, e kemi si rezultati padrejtësive të politikave të Slobodan Miloševićit që janë bërë ndaj neve. Dhe furnizuesi kryesor i dëshmive të gjykatës speciale në këtë rast të prokurorisë, ku e kemi edhe Jack Smithin atje duke u marrë në pyetje nga kongresment amerikan për shkeljet e tij që i ka bërë vazhdimisht gjatë punës së tij, që asnjë rast nuk i kishte të fituar. Dhe ne me akuzat e tilla ta shesim gjykatën speciale, ose ta paraqesim gjykatën speciale para të rinjeve tonë si një anë e drejtësisë, kjo është për mendimin tim skandaloze. Sepse në institucionet arsimore nuk do të punojnë vetëm profesionistë, për ashtu se të kemi AI, teknologjinë, e cila ta marrën profesorin atë dhe deligjeran. Edhe drejtorin, mirë po drejtori do të jetë intelektual. Kur të merr pozitë menaxheriale, ajo ka obligim që të analizojë çdo hyrje dalje që ndodhet brenda institucionit shkollor për ligjërim, ose për çka do të qoftë, se shkolla tek e fundit është institucion publik. Vinë edhe organizata të ndryshme ligjërojnë, qoftë për HIV, qoftë për gjëra tjera për me vedisu të rinjt, ama mas paktin këtë rast na ka dashur gjykata speciale. Tash, imagjinoni një djalë i ri, sepse historia jonë është me vlerë. Një fëmijë aty, çapo di një nxënës i cili ka qenë adoleshent, e shkruan Free Hashim Thaçi, domethënë tesin atë përfundimtar për pyetjen se si janë ditë me ligjëratën ata. Kjo tregon që nuk mund të manipulohet skajshëm historia jonë. Ne kemi edhe fëmijë dhe familjarë të cilët e kuptojnë fare mirë drejtsinë. Shkrimi Free Hashim Thaçi nuk është i rastishëm. Dhe notën ku e kishte vendosur Nish për një prej kriterit në numrin 1, domethënë, për kriterin se sa kjo është, me sa e parë, sa mund të merren në konsiderat gjërat për këtë gjykatë, është fantastike nga ai i ri që ka menduar ashtu. Dhe po mos ishte ky lloj testi që ne e kemi po, që ka dalë, ne vështirë do ta kuptonim këtë. Unë mendoj që edhe institucioni arsimor do të mbajë përgjegjësinë, por do të mbajë përgjegjësinë komuna e Prishtinës, organet përgjegjëse. Nuk guxojnë ani me toleru. Pastaj ishte problemi që këto ligjërata ishin duke mbajtur që vite më herët. Kjo është shqetësuese. Por kryetari do të marrin mosa dhe ishte i indignuar ai me këto ligjërata. Besoni që do të marrin mosa ndaj drejtorit do të merren, tash nuk e di kush është fajtori, sepse shkolla ka këshillin drejtues. Po sigurisht. Organi mbikëqyrës është këshilli drejtues. Mirë, po kjo nuk te kalohet pa mosa edhe nga udhëheqësit e shkollës, nga menaxheri. Unë posh arsyetimin që ka ekzistuar nga gjimnazi Xhavdet Duta në këtë rast, nga drejtoria e shkollës. Po për mendimin tim, ajo nuk amnistonte asgjë nga veprime që ishte bërë aty. Mu vjen shumë keq se ai drejtori mund me qenë njëri shumë në rregull, mirë po këtu janë detaje të cilat e përcaktojnë rolin që e kiti si drejtor, ai menaxherin e shkollës. Nuk guxojnë mu bën lëshime të tilla. Ky është një mësim. Kjo tregon që në shkollat tona ka krizë thellë. Ky është një lajm që njerëz nuk dinë me dallu çka do të mu ligjëron shkollën, çka jo. Ti ke menaxhmentin të për shkolla në krizë në Kosovë. Është kjo njerëz të përzijes politikës po absolutisht, njerëz të cilët vinë dy lidhje me kry nuk i kanë futen në sistemin arsimor, bën drejtora, shkaktojnë dëme më të mëdha. Merren me përgjegjësi të cilat nuk ju takojnë,
Domethënë çdo 2 herë bën shkelje ligjore, a nuk e përcjell kush i vjen shkollë ligjeron dhe e infekton një të ri. Tash ky verdikti final i gjykatës speciale pritet të dalë së shpejti. Çka nëse komplet ata akuzat bin poshtë? Ku mbetet ajo ligjërat? Ku mbetet roli i ligjerimit? Domethënë është kët. Është një farlloj ligjërate për me bë propagandë. Ata e luajnë rolin e vet me bë propagandë, me ushqyt trenjet se ne edhe nëse morëm një vendim që do t'i dënoj ata, në rregull jemi, domethënë. Për shkak se është drejtësi, ne veç drejtësi nuk kemi pa aty. Ne i kemi pa edhe disa njerëz të cilët janë përkras të pushtetit që gjëja ne kemi kundërshtuar atë themelimin e gjykatës speciale. Vetëm këtë duhet ta them para qytetarëve. Votimi për gjykatës speciale është akti më i lartë kombëtar që ka mujt me bë dikush. Për arsye se ka qenë vendim shumë i vështirë për me mbrojt strukturën e shtetit të Republikës Kosovës. Dhe këtë vendim e kanë marrë ata burra atje, ekskluzivisht Hashim Thaçi e Kadri Veseli me shuk, që janë duke gjykuar. Dhe mos mendoni që nuk e kanë ditë ata që nuk do të gjykuhen. Pastaj devijimi që ka ndodhur, sepse votimi është bërë për organe, si ka qenë ajo për bortje të organeve. Po, trafikim të organeve. Trafikim të organeve. Dhe nuk ka dalë ajo, ka deviju sistemi. Dhe në këtë rast nuk janë fajtuar as deputet dhe as kush. Tjerë që kërkujnë me përdur këtë rast, që gjoja vetë ata e kanë votu, dhe tash po munduhen me hudh akuza, kjo është një forcë e madhe, kjo është një falsifikat, është një hipokrizi që dikush mund me thonë këtë kushte të cilat neve po jetojmë. Unë nuk jam kundër pse u votu gjykata speciale, por ne të gjithë jemi kundër pse ajo ka deviju dhe është shërbyer nga Beogradi dhe me akta akuzat e cilat domethënë dihet fare mirë ka kanë ardhur. Po sido që të jetë, kjo është një diçka e papranueshme, përgjithësinë duhet mësuemi ta marrim ne. Nuk ka dhe mshuri në këtë raste. Këtu është në pyetje mbrojtja e dinjitetit të shtetit tonë dhe historisë sonë. Nuk guxon institucioni arsimor, është institucion kredibil, kryesor, i cili nxjerr brezat e bëj lëshimet e tilla ku ligjërohet për gjykatën speciale, e cila përpiq ta rënojë historinë e vendit tonë, është e papranueshme. Duhet merr përgjegjësi gjithë secili dikaster, varësisht se ku ka kalu, nuk e di çush bën ligjërata nëpër shkolla e nuk ka lidhje drejtoria arsimit. Nuk e di unë ata çfarë punë kanë aty. Po kjo tregon se ku është sistemi arsimor, kjo tregon se kush bëhet drejtor, kjo tregon që politika është e përfshim skajshëm dhe që njerëz që janë jo kompetent që seriozisht nëpër institucione arsimore ka ç'është me thonë, me punë për institucione arsimore tona, ki drejtora e ki faktikisht edhe njerëz që nuk dinë me shkruar me lexu mirë, kanë probleme në shkrimin e lexim, e cilët përpiqen që me ta duket kanë. Në dëgjim, do të dëgjojnë partitë. Janë të mirë në dëgjim, nëse je i mirë në dëgjim, do të marrë një pozitë. Po. Për fund do të pyes lidhur me nënshkrimin e traktatit atje të paqes, bordit të paqes në Washington, në Davos. Atje është edhe kryeministri Kurti, ku po zhvillon takimi. Si e ke pa këtë marrëveshje edhe Kosova që është bërë pjesë e bordit të paqes të iniciuar nga Trump, edhe gjithë takimet që ka pas Kurti atje, do thotë në Davos. Po, mas fori e rëndësishme është për Kosovën në nënshkrimi që bëri pra ajo për paqen presidenti i Republikës Kosovës me Donald Trumpin, mendoj që ajo është një lajm i mirë, pozitiv, ndërsa zotrin Kurti nuk e kemi parë që është duke treguar, duke bërë ndonjë takim, domethënë i cili ka një bujë të madhe, më shumë po sillet nëpër hotele, njerëz që respektojnë Republikën e Kosovës, nuk e anashkalojnë disa vende për shkak se këtu është investimi tjerëve që është bërë, që kushdo që është kryeministër që do të vijë pasardhës, natyrisht që ka respektin. Mirë po, në anën tjetër, unë nuk mendoj që tash kjo do të merret a priori si një lidhje pasë me presidentes me zotrin Trump, nuk ka të bëjë kurrë me individualizmin ose me anën personale. Është një respekt që i është bërë Republikës e Kosovës, në këtë rast presidentja do të me kuptu që nuk është personale, është përfaqësuesja e shtetit Republikës e Kosovës. Ka qëllu që tjetë presidenti. Ka qëllu që tjetë, ndërsa lëvizjave të vendosje me ata deputet e vetë, unë nuk e di asnjë reagim, nuk e kam pa përshëndetës nga ana tyre për këtë lloj nënshkrimit të marrëveshjes, për arsye se këta njëjtën kohë kur është taku zotri Abdullah Huti ose kur zotri Thaçi dëshironte me shku në shtëpinë e bardhë, dihet si rrjedhi puna, me pikërisht me që Donald Trumpin që janë taku, është taku pastaj zotri Abdullah Huti e patën shit si tradhti kombëtare. Marrëveshja më e rëndësishme që pat dorë nga shtëpia e bardhë. Ai në shtëpinë e bardhë ishte brenda aty boll për boll me zotrin Trump.
ndërsa tash një pjesë e njerëzve tyre e shesin si krenari që zonja Osmani ka marrë pjesë, domethënë, në një takim ku nuk ishte vetëm shteti ju. Po ata do të më kuptojnë, ata do të më kuptojnë, ata do të më kuptojnë se kjo e kanë refuzuar, e kanë bojkotuar. Mirë, po kjo do të më kuptojnë diçka. Që shteti i Kosovës respektohet si shtet, ju individi. Ajo çat punë ka, nuk ka çka më krenu.